Doktor Qemali nuk është veç doktor i mjekësisë, po është doktor për çdo punë që e merr në dorë. E çdo punë që e merr në dorë e çon deri në fund edhe e kryen për shkak se në mendje e në zemër e ka Republikën e Kosovës, kombin shqiptar dhe shtimin e tij dashur. Vetëm një mandat. Shtimi është bërë komuna e investimeve konkrete. Janë ndërtuar 80 km rrugë, 60 km ndriçim publik, 15 km kanalizim, 10 km trotuare dhe 10 parqe të reja. E mbi të gjitha këto është projekti madhor i shtratit të lumit Shtimjania me vlerë 7 milion euro. Po e kthen tashmë qendrën e qytetit në një hapësirë moderne, të gjelbër, të këndshme dhe të jetueshme. 17 vjet veç 4 qerdhe krejt qeveritë të tyne bashkë. A këtu vetëm qeverisja e Qemal Aliut për vetëm 4 vjet, vetëm në komunën e Shtimës 5 qerdhe. Më lejoni të ftoj këtu të vi në skenë me mua para jush, ai i cili na ka bërë bashk e ka qeverisur mbar, edhe të qeveris edhe më mirë në 4 vitet e ardhshme, sepse do ta ndihmojmë edhe më shumë, kryetarin e tanishëm dhe të ardhshëm të Shtimës, doktor Qemal Aliun. Kilometra rrugë, ndriçuam mbi 80% të territorit, ndërtuam kanale kulluse, trotuare, kanalizim, po ashtu po rregullojmë shtratin e lumit Shtimjania që po kushton 7 milion euro. Po ndërtojmë entin special që dikur më thoshte kundër kandidati është petlla në ujë. Po ndërtojmë objektin e ri të komunës, stadiumin e qytetit, tregun e gjelbërt, 5 qerdhe i kemi ndërtuar dhe e kemi renovuar qendrën rinore. Në shëndetësi, kemi trefishuar buxhetin për borna, kemi siguruar mamografin digital, kemi restauruar e rihapur QMF-t e mbyllura. Kemi sjell pediatrin, ginekologun e radiologun në QMF, bashkë me shërbimin paliativ 16 orë dhe me laborator 24 orë. Vitin tjetër do të ndërtojmë shkollën e Vojnovcit e cila tashmë është e buxhetuar. Në shëndetësi do të përfundojmë entin special dhe QMF-n e re, do të kemi borna falas për pensionistët dhe shërbime të reja për personat me nevoja të veçanta. Me 12 tetor, fitoren e merituar le ta bëjmë fitore madhështore. Le ta bëjmë fitore pa balotazh. Le ta dëgjojnë e gjithë Kosova se Shtimja ka zgjedhur rrugën e zhvillimit. Shtimja ka zgjedhur ndershmërinë. Shtimja ka zgjedhur të ju besoj bebe e bijave më të mira që ka. Shtimja e ka zgjedhur vetëvendosjen. Sepse bashk kemi punuar, bashk kemi ndryshuar, bashk do të vazhdojmë, bashk do të fitojmë. Faleminderit shumë, e vazhdoj me zemër, vazhdoj me punë, vazhdoj me dritë, vazhdoj me qindërsi, vazhdoj me angazhim, vazhdoj me zemër. Ju faleminderit shumë, e miru pasim fitoren tonë të madhe. Faleminderit.